أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجوه 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 سفري كوبرت زجوه 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أشتريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أشتريت. Shikues të nderuar, asalamu alaikum. Vazhdojmë ne me emisionin ton Merr Frym, edicioni special për muajin e bekuar të Ramazanit, ndërsa sonte kemi mysafir hoxhën e nderuar Rafet Zaimi. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se u gjetëm. Si për fillim një hyrje me gjithë e kemi hoxhallorët, andaj urdhno. Bismillahirrahmanirrahim. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun xhalla shanu e falendrojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes të tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed rasulullah. Fillimisht e lutim Allahun xhalla shanu që Allahu të na pranon agjërimin ton, namazet tona, duat tona, adhurimet në përgjithësi, të i regjistron dhe të na prezanton ditën kur do të dalëmi para Allahu xhalla shanu, kur do të kemi më së shumti nevojë për ata vepra të cilat njeriu i bën për hir të Allahu xhalla shanu. Amin. Hoxhë nderuar, me juve sot kam dëshirë ta diskutojmë çështjen e tregimeve. Gjithsesi dua një tregim të na tregoni. Edhe pse ka plot babete, ju me tregime, me prolla, anekni nga antifetarët, po sidoqoftë tregimet e sakta, të vërteta që vërtet kanë ndodhur në historinë e përparshme, vërtet mundën edhe me na inspiru për jetat tona. Andaj kisha pas dëshirë një tregim të na tregoni. Pasi e ceka se njeriu do të ketë nevojë më shumti për veprat e veta të cilat njeriu i bën për Allah në këtë botë, ata do të jenë veprat kapitali më i madh për njeriu në ditën e Kiametit. Andaj unë do ta tregoj një tregim apo një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili hadith gjendet në librin e Muslimit, në librin e Imam Ahmedit. Padyshim se këto tregime janë nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam që është shpall prej Allahut, se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka fol nga hamendja, po ka fol ajo që është shpall. Andaj këto tregime të cilët janë të vërteta janë shpallje nga Allahu xhalla shanu. Nuk janë vetëm tregime në ato kohëra, po janë mësime edhe për në kohën tonë. Andaj njeriu mund të mirret mësime, porosi nga çdo lloj tregimi ku gjendet në librat e hadithit. Këtë tregim që po du ta tregoj unë sot, gjendet në librin e Muslimit, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka qenë një njeri më herët që ka jetu, tash nuk na intereson neve në cilën kohë, edhe nuk është tregu në cilën kohë, një kohë nga pejgamberët të cilët kanë qenë para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ky njeri ka dashur ta viziton një shokun e vet, një vllaun e vet, me një fshat tjetër. Edhe në rrugës, Allahu xhalla shanuhu ja dërgon një melek në formën e njeriut që ta takon. Edhe ky njeri kur vjen kalon nga rruga për me shku te fshati tjetër, e takon këtë njeri, edhe ky njeri në hadithin tregohet që ka qenë melek, ky njeri e pyet, ku po shkon? Ku je nis? Ky njeri thot, unë jam nis për me shku me vizitu një vllaun tem, një shokun tim. E melaçja e pyet, do të thonë që ka qenë në formën e njeriut. Thot, a thu vallë mos ke ndonjë interes? A thu vallë mos ka borx apo mos i ke borx? Andaj meleku insiston ta shohë se për çka është nis për me shku ta viziton këtë shokun e vet me një fshat tjetër. Ky thot, une jam të shku ta vizitoj vetëm për hir të Allahu xhalla shan, që e du për Allah, nuk kam asnjë interes, e du për Allah, edhe po shkoj të jap selam apo ta vizitoj në shtëpi. Atëherë ky njeriu, melaça në formën e njeriut, i thot, unë jam meleku i Allahu xhalla shanu. Allah më ka dërgu.
që me të bo selam ty, me qu selam ty, që Allahu Gjelleshanu don ty, ashtu sukur se ti e don filanin. Sukur se që e don filanin, edhe Allahu Gjelleshanu don ty. Kjo është e tregimi që gjendet në librin e Muslimit edhe në librin e Imam Ahmedit. Masha, dhe me thonë hadith. Po, kjo është një nga hadithat e pejgamberit alayhis Sallallahu salam. alaihi wasallam. Që e tregon tregimin i cili ka ndodhur në kohët më të lashta. Po. Atëherë hoc çfarë mësojmë nga ky tregim? Ne nga ky tregim mujna me mësuan dy çështje, dy punë. E para është rëndësia e vëllazërimit në Islam. Rëndësia e njeriut i cili e don vëllaun e vet për Allah, sikur se tregon në tregim. Edhe e dyta, njeriu kur e don vëllaun e vet për Allah, padyshim se duhet ta viziton pastaj. Është shkëmbimi i vizitave. Këto dy punë ne mujna me i marr porosi nga ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Padyshim unë do të filloj me tregu se dashuria për Allah çka është, çka nën kuptojmë ne me atë fjalën dashuria për Allah. Dashuria për Allah, kanë thënë ulemat, njeriu kur e don vëllaun e vet, e don pa interes të kësaj bote. E don vetëm pse është musliman, e don pse është namazli, e don pse është i kibles, e don një motrën e vet pse është musliman, nuk ka interes ndaj tij, ndaj saj për çështjet të kësaj bote. E kjo është ajo dashuri e sinqertë që do të ngele edhe në dunjë edhe ditën e Kiametit. Nëse ne ndalemi dhe shikojmë dashuria për Allah, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, para se të vjen ky Islam, s'ka qenë. Ka qenë dashuri në atë kohë, në kohën e pejgamberit, para se të vjen pejgamberi alayhis salatu wassalam si pejgamber, para se të zbret shpallja, njerëzit janë dash për interesat e kësaj bote. Dikush e ka dasht filanin për shkak se ka qenë komshi i tij, apo ka pas ndonjë biznes, apo ka pas ndonjë lidhje farefisnore, e kështu me radhë. Kur ka ardhur Islami, këtë dashuri e ka eliminu, e ka largu. Edhe na ka mësuar neve se ti njeriu vëllaun e vet duhet me dash për Allah pa interes, se interesi mbaron edhe këputë dashuria me atë njeri. Kurse njeriu i cili e don vëllaun e vet për Allah, zgjat ajo dashuri deri në vdekje, po edhe në ditë Kiametit do të jetë ajo dashuria për Allahun xhalleshanu. Hoc, pse është kaq e rëndësishme dashuria për hir të Allahut? Është e rëndësishme se njeriu në këtë botë është në fejen e shokut vet. Andaj njeriu duhet me dasht vëllaun e vet i cili është musliman, i cili është namazli, sepse njeriu është në fejen e shokut vet, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Andaj njeriu duhet ta shikon se cilën e merr për shok, për vëlla në këtë botë, sepse sjellja e tij, fjalët e tij ndikon te ti. Sikur se e ki shokun, edhe ti do të jesh në këtë botë. Andaj, nëse ti i ke shokët, ata që i donë për Allah, edhe ata dojnë për Allah, andaj do t'jete, do të zgatët ajo dashuri, në thonë, gjanë gatë deri në vdekje. Ama nëse ti e zgjedh shokun tanë, që është për interes, apo për ndonjë punë të kësaj bote, andaj do të mbaron. Ne kemi shumë raste. Sa njerëz i kanë pas shokët, kanë hi familjarisht, njëri me tjetrin, për shkak biznesit, për shkak partisë, për shkak pozitës, për shkak punës. Andaj kur është ndala interesi, kur është ndalë partia apo shoqënia, andaj ka hub pastaj ajo vizita mes njëri tjetrit. Kemi shembull shumë që njeriu e ka dash me ndoshta 10 vite, 15 vite, kanë qenë bashkë me një parti, me një biznes, apo komshi. E pastaj, kur janë do, apo kur është shujt ajo sebepi, ajo shkaku, edhe pastaj vjen të armësia, ndoshta edhe selam nuk i jep. E kurse neve Islami na mëson se kur ta duash dikam për Allah, ajo dashuri do të zgate.
do të zgatet deri në vdekje, bile edhe do të ketë dobi ditën kur do dalë para Allahu xhalleshanu, sepse thot Allahu subhanahu wa taala alikhillah yawma idhin ba'duhum liban adu ila almuttaqin, njerëzit ditën e kiametit do të jenë armiq mes njëri tjetrit përpos të devotshmit, përpos musliman të sinqert. Përpos musliman të sinqert, ata do të kenë dobi nga shoqëria e dunjos, ama ata që janë dashur për interesat e kësaj bote do të jenë armik njëri me tjetrin ditën e kiametit. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala në suratun, një nga ajetet që e përmend Allahu subhanahu wa taala, thot yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma rasuli sabila. Ditën e kiametit njeriu do thot, sikur se ta kisha marrë pejgamberin alayhi salatu wasallam për udhëzues. Ja wejlata lejteni lem attakhidh fulanen khalila. Si mos ta kisha marrë filanin, ato prijesët e Mekës, për udhëzim këtë botë, për shembull këtë botë, sepse laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytani lil insani khadula. Sepse ata më larguan nga rruga e drejtë, më devijuan nga jo qëllimi çka duhet ta ketë një musliman në këtë botë që ta adhuron Allahun xhalleshan. Shoku ndikon në fejen e shokut vet, për këtë shkak është edhe rëndësishme kjo temë që të flitet në kohën e sodit, që njerëzit ta duan vllaun e vet, shokun e vet për Allah e jo për interes të kësaj bote. Hoxha, çka fitojmë nga dashuria për hir të Allahut? Sukurse e cekëm edhe në fillim të hadithit, do t'i cekin një 3 pika apo 3 dobi nga dashuria për Allah. E para është se Allahu të don ty. A ka më të mirë se me dashur Allahu ty? Nuk është i lumtur është ai cili e don Allahun. Më i lumtur është ai cili Allahu e don atë njeri. Kjo është më i lumtur. Sepse ka lumturi që çdo njeri mundet me thonë unë e du Zotin, e du Allahun. Ama më i lumtur është ai cili Allahu e don atë njeri, sikur se përmendet në këtë hadith. Se njeriu i cili e ka dash për Allah, se shikoni me laçe e pyet disa herë, a thu vallë ke ndonjë interes, a thu vallë ke borxh apo të ka borxh diçka, thot jo e dua vetëm e kam dash për Allah edhe po shkoj me e vizitu. Andaj për hir të Allahut. Për hir të Allahut. Edhe çka i thot me laçe në fund, Allahu të don ty ashtu sikur se ti e don atë njeri. Andaj kjo është lumturia më e madhe, kënaqësia më e madhe në këtë botë kur njeriu e merr vesh që Allahu e don atë njeri. Pastaj, nëse Allahu xhalleshanu të don ty, e di çka fitojmë ne si musliman. Allahu xhalleshanu është me një hadith kutsi se kur Allahu e don një njeri, i thirr me laçet të gjithë. Edhe e thirr me laçen Gjibrilin a.s. i thot, thirrin me laçet edhe tregovu, kallëzovu se unë filanin e du, edhe ju me laçet e mia dujni me e dash filanin. Pastaj Allah nuk mbaron këtu, dashuria Allah ndaj njeriu. Jo, pastaj Allahu xhalleshanuhu e bën që edhe njerëzit në dunjë ta duan filanin. Ne kemi shumë raste në sunullah, në këtë botë, që dikush ka pleq, ndoshta edhe ju të lagja ju edhe ne në Gazibab, kemi do pleq nuk kanë as pozita, as pasuri, as biznese, as ndonjë post, por është plak, është musliman, është i devotshëm, është teki, ama këtë lagje e dojnë. Këtë lagje e dojnë, pse se Allahu e don atë njeri edhe ka bo që edhe njerëzit fëmijët me e dashtë. Ama kemi njerëz naudhu billah që janë me pozita të larta, me biznese të larta, pasuri sa dush, ama ndoshta edhe familja nuk e don. Ndoshta bëjnë dua edhe e vladit që të vdes, që t'ja marrin pasurinë babës, domethënë e kështu me radhë. E kjo është duhet me kuptu nëse musliman, se njeriu nëse e don vllaun e vet për Allah, ta din kjo është ajo pika më kryesore që Allahu xhalleshanu e don atë njeri. Pastaj e dyta, këto njerëz do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën e Kiametit. E dyta, këto njerëz ditën e Kiametit,
Allahu Gjellëshanuhu do t'ju thot, është me një hadith ku transmetohet nga Imam Muslimi, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, në ditën e gjykimit Allahu Gjellëshanuhu do t'ju thot njerëzve, ku janë ata? Më sillni ata njerëz të cilët janë dasht për Allah. Janë dasht për Allah që t'i fus në hijen time atë ditë kur zot jetë hije përpos hijes së arshit të Allahu Gjellëshanuhu. Është një hadith i shumë i gatë, po unë nuk do ta shpjegoj hadithin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditën e gjykimit 50.000 vjet njerëzit do të qëndrojnë në këmbë, edhe dielli do të qëndron 1 mile. E 1 mile, disa komentatorë kanë thonë ajo shkopit që i kruan dhomta, ajo që shkalica apo rëmojsa, apo 1 mile, milet e në këto anglezët, apo amerikanë. Sidoqoftë do të jetë dielli afër njerëzive. Edhe djersët e njerëzive do të shkojnë pal nga sikleti i tyre. Dikan do ta kaplon, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nga nxehtësia deri te zogu i komët, dikan deri në gjuhë, e dikan do ta kaplon djersët e tij deri në brez, e dikan do të fundoset me në djersët e tij për shkak të gjunave, për shkak të sikletit e kështu me radhë. E do të jetë vetëm një hije, do të jetë hije e arshit të Allahu Gjellëshanuhu. E njerëzit do të qëndrojnë 50.000 vjet aty. Nuk janë 1, 2, 3, 10, 100, 50.000 vjet. E do të jetë një hije, e këtë hije Allahu Gjellëshanuhu do t'i fus 7 lloj grupet e njerëzve. Një nga ata janë ata që do të duhen për Allah në këtë botë. E kjo është shumë më rëndësi, me dasht Allahu edhe me thonë ditën e kiametit ku janë ata të cilët janë dash për Allah. Edhe sillni, i thot me laçeve, sillni këtu që t'i fusin në hijen e arshit të tem ditën e kiametit. Edhe e treta është, do t'jenë, shikoni, edhe kjo është shumë më rëndësi, një nga dobit, edhe e treta, me këtë e përfundojmë, do t'jenë afër Zotit, afër Allahu ditën e kiametit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam me një hadith, Allahu Gjellëshanuhu ka disa njerëz që i ka afër vete, që do t'ja kanë lakmi, zili, edhe dëshmorët, edhe pejgamberët. Edhe dëshmori, ne e dim se dëshmori ka grada të larta ditën e kiametit, po edhe pejgamberi Allahut do të ketë grada të larta ditën e kiametit. Ama do t'ja kenë lakmi, edhe dëshmorët, edhe pejgamberët. Pse janë ato njerëz afër Zotit? Ato sahabët e pyesin, ja Rasulullah, a thu vallë kush janë ata? Kush janë ata? Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, ata janë ato njerëz që do të jenë afër Zotit, të cilët janë shoqëruar për Allah dhe janë dash për Allah. Janë shoqëruar për Allah edhe janë dash për Allah. Andaj, sunullah, ne musliman duhet ta kemi një gjë parasysh, se dashuria për Allah është dashuri e sinqert. Jo rastisht, me laqa e pyet disa herë këtë burr, a thu vallë shkon për interes, apo për Allah, e ky njeriu i tregon se unë e dua këtë njeri që jam të shku me vizitu me një fshat tjetër për Allah, edhe për këtë shkak e ka edhe dashurinë e Allahut, Allahu e don këtë njeri, do ta fuse në hijen e tij, edhe do ta marrë afër ditën e kiametit. Që njerëzit do t'i bin pishman ditën e kiametit, ku do t'a shohin se dashuria e tyre, dashuria jashta Zotit, nëse përfundon dashuria atyre mes 2 njerëzive, nëse përfundon interesi, përfundon edhe dashuria, edhe do t'jenë këto njerëz armik ditën e kiametit mes njëri tjetrit. Allahu na rujt. Hoxh, vlera e vizitave. Dhe kurinat e vlera e vizitave, para se të nërgojsh, kësha pas dëshirë në të rëgur, a konsiderohet vizite dhe në kafe, në qajtore, kur ta komi me të një, plus telefon për shembull, a hi edhe kjo të vlera? Po, edhe vlera viziteve të sunë Allah, ne e marrna nga ky dobi. Kjo është ajo mësimet që kanë nxjerrën nga historitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Se ky njeri e ka dash për Allah dhe shkon e viziton. Nuk mundesh ti me thonë unë e du njeriun për Allah dhe asnjëherë s'ke shku me vizitu, apo nuk ja ke qel telefonin, apo se ke pyet çfarë halli ka kështu me radhë. Kjo nuk është dashuri. Dashuria për Allah ka çmim.
Kur ti thush njeriu e du për Allah, andaj ke obligime ndaj tij. Por obligimet apo punët çka ti dush me dëshmu atë fjalën dashuri atë që i thuti unë e du për Allah. Ti dush me shku me vizitu. Jo mu taku në kafe. Se tash rënia jonë me thonë, jo Allah unë e takova në kafe, ja dhash një çaj, ma dha një çaj. Okej, ketë në rregull është kjo punë. Po nuk mjafton me kaq, nuk mjafton me telefon, duhet me shku me vizitu. Ky njeri, jo rastisht shkon e viziton, merr rrugën për me shku me vizitu te fshati ti, te fshati tjetër. Shikoni Abdullah ibn Mesudi, i vin disa njerëz për ta vizitu. Edhe i pyet Abdullah ibn Mesudi, një sahabi pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili ka qenë i garantuar me xhenet. I pyet, thot, ju a vizitoni njëri tjetrin? A u takoni, a uleni me njëri tjetrin? Thot po o baba i Abdurrahmanit, thot po. Thot ju a e vizitoni njëri tjetrin? Thot po e vizitojmë. E vizitojmë edhe nëse është në Kufe, larg, në atë kohë prej Mekë, prej Medinën në Kufe, nëse është ne kena me shku dhe e vizitojmë, nuk e lojmë, ne vetëm me thonë unë e du për Allah edhe nuk ulem pastaj matë. Jo. Thotë ne shkojmë dhe e vizitojmë. Shikoni çka thot Abdullah ibn Mesudi në fund. Thotë ju, nëse e bëni këtë punë, atëherë Allah do t'ju jep bereqet juve përderisa ju e vizitoni njërin tjetrin. Se njeriu nuk mjafton vetëm kafe më ul apo në telefon, por pejgamberi alayhis salatu wassalam neve na ka treguar me një hadith që duhet me shku me vizitu. E çfarë dobi e ka i cili e viziton? Ka dobi se njeriu kur shkon e viziton vllaun e vet, farefisën e vet, shkon se momentin që shkon Allahu xhaleshan do t'jep bereqet. Allahu do t'jep bereqet. Andaj edhe thot pejgamberi alayhis salatu wassalam me një hadith, kush don që Allahu xhaleshanu t'i jep në risk, bëjllëk në pasuri, edhe me jazgati jetën, le ta viziton farefisën e vet. Fel yasil rahime. Le ta viziton. Vizita e farefisit është një nga sebepet që Allahu xhaleshanu me ta shtu pasurinë edhe me ta zgat jetën. Shkon, vjen një njeri te pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe i thot ja Rasulullah, kujna i kam hak më shumë në këtë botë? Kanë du të me vizitu më shumë të këtë botë. Se unë e thotë nuk kam ko për krejt njerëzit me i vizitu, se tash njëri unë këtë botë normal është, se ka shok shkolle, ka shok të fakultetit, ka shok biznesit, ka shok familjes, ka shok të lagjes, ka shumë shoshni. E thotë, kujna i kam mas shumë t'i hak, se ti përgjësi, për me shku me vizitu, apo për t'i adhon një kafe, për t'i bosqesh. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, ummuk, nonës tënde. Nona ka më shumë t'i hak njeriu për t'a vizitu në këtë botë. Për me shku, mi u bosqesh, për me shku mi adhon një kafe, për me shku mi adhon një çaj. Edhe pse nona dhe baba, prindri, nuk ka nevojë për çajin apo kafën apo për parën e vladit. Prindri ka nevojë për buzëqeshjen e vladit. Për me shku me vizitu. Ka nevojë për me shku me vizitu, me ia dhon një selam. E pastaj ka thonë ja Rasulullah, kujna tjetrit? Pas nonës ka thonë nonës. Ka thonë pas nonës, ka thonë prap nonës. Ka thonë pastaj babës, pastaj farefisit. Ata që i ki rrethin e pon, rrethin e dytë, rrethin e tretë, andaj kështu me radhë, sa ma shumë kohë të kesh, ashtë ma shumë dush me shku me i vizitu ti njerëzit e tu, farefisin tanë, nëse donë që Allah me ta zgat ymrin tanë edhe me donë bereqet njëtën tënde. Për fat keq sot kjo punë është hup në mesin tonë. Te ne të musliman, edhe pse ka qenë te pleshte tonë, te baballarët e tonë, në për ata që s'kajnë pas, me ndoshta me shërbim mysafirit, ama kërkan mysafirit e dera, kanë shku dhe ja kanë qelë, nuk kanë pyet, kanë thonë bërëm dera qelë është. Atë çka e kanë pas, atë e kanë nxjerr. Edhe janë krenu mysafirit kur kanë shkuar, edhe ka pas, pse ka pas bereqet ma herët? Ndoshta tash lind dy pyetje, po pse s'ka pas smuje? Ndoshta një në rast në katon ka pas kancer, sot ne po e shohim në kohën e sotit, çdo i dyti, çdo i treti, çdo fëmijë sa po lind,
po ka me probleme shëndetësore. Çka janë këto problemet? A thu vallë, nga vinë? Vinë se e kemi ngushtu në zjarretin, e kemi ngushtu bereqetin në ka darë. Mungesa e bereqetit. E pastaj vinë. Pastaj çdo çosh kemi barnatore, po kjo nuk është mirim. Se çdo i dyti i treti ka nevojë për barnat e kësaj jete. Pse se bereqeti është hup edhe Allahu xhaleshan çton smuje. Prat pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë, vizitoni që çtohet bereqeti. E plesht s'kan pas, po kanë pas bereqete dhe s'ka pas smuje. Cëllo shkupi ndoshta kanë qenë 1, 2, 3, 4 barnatore. Tash ndoshta me qindra barnatore. Çdo lagje. E plesht nëpër fshatrat e tona që kanë jetu asnjë barnatore, po kanë pas bereqet. E sot është hup, pse se jemi largu ne. Ne jemi largun nga zjarreti. Ne jemi largun nga dashuria për Allah. Na ka mujt dunjoja, na ka mujt interesi. Edhe sot ne vllahun ton, shokun ton e shohim me interes. A ka parë? Do të shkoj. A ka pozit? Do të shkoj do ta vizitoj. A ka famë? Do të shkoj do ta vizitoj. Ama pse e ki daj, pse e ki hap, pse e ki teze, pse e ki miq, pse e ki nan, bab, vjen Ramazani, del pi Ramazani, ndoshta nuk ja çel telefonin nonës babës. E pastaj lip mi bereqet. Jo. Ky njeri ka shkuar ka vizitu për këtë çka ka Allahu xhaleshanu e don edhe i ka dhënë bereqet. Edhe për këtë çka thotë pejgamberi alayhis salatu wasalam se Allahu do të jep atij njeriu bëllëk edhe do t'i zgjat jetën për shkak të vizitës që e bën vizitën që e bën te farafisi vet. Vizita i ofron zemrat e muslimanëve, zemrat e besimtarëve. Kur shkon ta vizitosh ti nonën, babën, e afrohesh te ata, afrohesh te daj, afrohesh te halla, afrohesh te dezja. E për këtë shkak, një nga dobit është zemrat e muslimanëve afrohen mes vete, ku njeriu edhe viziton. Është me një ditë tjetër ku ai cili shkput vizitës thotë pejgamberi se duhet me pas parasysh. Shikoni çka thotë pejgamberi se me një ditë. La yadkhulul janna qati'ur rahim. Nuk ka mundësi me hinë në xhennet ai cili i ndërpret lidhjet farafisnore. Nuk ka mundësi me hinë xhennet ai cili i ndërpret lidhjet farafisnore. Edhe njerëzit, sidomos shikues të nderuar, duhet ta kenë parasysh. Dojmë bereqet, dojmë bëjllëk, dojmë shëndet, dojmë pasuri, duhet ta vizitojmë, ta ngjallëmi këtë sunet që e kanë pas plesht baballakët e tonë. Tjera dobi o gjo nga vizita, apo pak a shumë i... Po muna me të regu disa rregulla të vizitave. Po, disa rregulla do shtë. Disa rregulla të vizitave, se tash edhe vizita i ka ato rregullat e veta, e jo tash më uqu në 2 natës, në 3 natës, shembull me shku misafir. Po, me shku misafir. Po, çdo sent e ka atë heshin e vet, edhe vizita e ka atë heshin e vet. E para është vizita mos të jetë për interes. Po. Në të nësukur se e të regun, do të jetë vizita për Allah. Jo për interes. Jam të shkaku se Allahu e do këtë punë, jam të shku të mingja ose daja. Qashtë. Kjo është ajo parimi i parë. Kur të shkosh ta vizitosh, mos ta mendosh, të shkosh të ka borç, ose ti marrësh borç, ose diçka. Po, të shkosh vetëm për Allah, se Allah e don këtë punë. Allah e don. Shikoni çka thotë pejgamberi alayhis salam. A doni me ju tregu njerëzit e xhenetit? Kush janë njerëzit në xhenet? Sahabët i thonë ja Rasulullah, na trego kush janë ata njerëz që do të fusen në xhenet? Thot pejgamberi alayhis salam, nebijun, pejgambert, sidikun, të sinqertit, Ebu Bekri thot është në xhenet. Thot edhe ai i cili shkon e viziton është në xhenet. Ai i cili viziton, shkon dhe viziton farefisën e vet, me një katon, me një fshat, me një qytet tjetër, thot edhe ky njeri i cili shkon e viziton është në xhennet. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam. Çdo njeri i cili e viziton vllahun e vet për Allah, Melaqa i thot, u bekove dhe e gëzofsh xhenetin. Allahu xhaleshanu thot, kur e dërgon Melaqën, thot, robjem, po më viziton për hatrin tim, për Allah, se
ti ke shku me vizitu për Allah. Tjetë vizita për Allah, mos tjetë për interes. Thot edhe mu më është obligu që këtë njëri të nderoj. E ndërimi i Zotit tek njeriu me çka është? Me xhenet. Me xhenet. E njeriu i cili shkon e viziton vllaun e vet ta din se ka xhenetin garantuar prej Allahut xhelleshanu. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam i cili hadithi transmetohet në Imam Tirmidhiu nga Abu Huraira radiallahu anhu, thot kush viziton një të sëmur apo i bën një vizit një vllau të vet për hir të Allahut xhelleshanu, thret një thirrës, ke fituar mirësinë e Allahut. Eqja është bë, është shkru sevap dhe në xhenet e ke fitu një shtëpi. Andaj kjo është ai cili e viziton vllaun e vet për Allah. E dyta, ta zgjedh kohën e vet, tash në kohën e sodit i kemi mjetet informimit. Alhamdulillah, secili ka ato telefonat apo rrjetet sociale që mundet me shku dhe me informu. Përpara ndoshta nuk ka qenë kjo, edhe ka shkuar njeriu edhe te dera, tash a ka qenë aty, as ka qenë aty. E kjo ka qenë pak një problem, edhe pse kur e kanë dash pleshtet tonë, po thamë e kanë dash këtë dashuri, apo e kanë dash vizitën kur ka ardhur vizitori, kur ka ardhur misafiri, janë kënaq, janë gëzu. E në kohën e sodit me shku pak pa lajmërim, mosh pak është bo si muhabet se në thonë ma ka prish ratlëkën e kështu më radhë, po si do koft, njeriu duhet me zgjedh kohën e vet, kohën e misafirllëkut. Jo me shku masabot, jo me shku në 2 natës, jo me shku 3 natës, po ka mundësia me kon i zant, ka mundësia me kon misafir, ka mundësia me kon në shtëpi. Duhet e pyet në telefon, a je i lirë, a ki kohë me ardh ta pim një çaj, ta bëjmë një muhabet. E jo me shkue në momentin kur ajo është i zanë me familjen, me fëmijët e vet, ka obligimet e veta, po njeriu duhet ta zgjedh kohën e vet. E treta, para se të futet njeriu në shtëpi, duhet të merr leje. Jo me shku me tash me shku edhe krap derës edhe me hije mrena. A ka bujram? Jo, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, thot Allahu xhalleshanu me një ajet, thot hatta ta'astanisu wa tusallimu ala ahliha. Thot kur shkoni misafir, mos të futeni brenda hop por kërkoni leje. Edhe ku të merrni leje, atëherë edhe jepni selam familjes. E jo ti pa leje hop e qel derën edhe ajo është ndoshta është me familjen e vet, ndoshta është me gruan e vet, është me fëmijët e vet. Është ndoshta ajo grua pa hijab, pa mbulesë. E tash ti shkon dhe futesh mrena, kjo nuk është nga Islami, por kur shkosh i mshon zilas, i mshon derës. Nëse thot irgji'u, si thot Allahu, wa in qila lakum irgji'u farji'u, nëse ai thot ktheuni, ju duni mu kthi. Jo me thon vallai nuk më pranoj, sa ai ndoshta nuk është në disponim, nuk është në një situatë që mundet me të pranu, me të bëj muhabet thjesht e këput. Po ajo është i zanë me familjen e vet, ose ka ndonjë punë, ka ndonjë hall, ka ndonjë dert, e nëse thot bojram dush me hi, nëse thot irgji'u ktheu dhe ktheosh. Të jetë vizite e shkurt, e ka të thot ulemat e kanë përmend nga dispozitat e vizitës, të jetë vizita sa ka nevojë sa i bia i shtëpisë. Nëse ai thot ndej, dush me ndet. Nëse e shef momentin që ti duhesh mu qu. Jo me shku ta shembull te ismun ti me net me sahat. Te ismuri duhesh me shku me net 10 minuta, 15 minuta, një selam, një dua ta bësh. Me shku me i thon tahur inshallah, pastrim është, bën dua që Allah t'ja letoje. A nëse shkon te miku, te migja, te doja, ka qef ai me net ma shumë, ma gat, atë ne ma gat. E jo me thon valla unë shkon aty një selam, një 5 minuta edhe hec, shembull ai e ka bul shembull e ka përgatit çajin, e ka përgatit kafën, ëmbëlsinë apo darkën. Sa ka nevojë, çash dush me nejt. Ka nevojë të ismuti 5 minuta? Ne. Ka nevojë të tjetri 10 minuta? Ne. Ka nevojë të farefisi gjys orë, 1 orë? Do thonë ne, do thonë sa e shef të arsyeshme, do thonë ai sa i bie i shtëpisë. Pastaj kanë thonë ulemat, shfrytëzoje kohën kur shkosh misafir. Nëse ata kanë nevojë për ty për ndonjë këshill, ti duhesh me shfrytëzu kohën për këshill.
Ka nevojë tash që mos si hoç, ti pak më intelektual, ti pak më i ditur, ti cili je biznismen, ti cili je i shkollum, kur shkojsh te ai ka nevojë njerëzit për këshillat e tu, ti duhesh me këshillu. Ka nevojë fukaraja për parën tënde. E jo vetëm me thonë, Allah të ndihmon, ti Allah të ka dhënë pasuri. Ke shku të daja, ke shku të halla, ke shku të teze. Ata kanë nevojë për pasurin tënde, fukaraja ka nevojë për pasurin tënde. Ti duhesh me ndihmu. Nuk është ajo vizita vetëm me shku me thonë, nuk e ke kriju atë obligimin tënd ndaj aty, njeriu i cili ka nevojë për ty, për pasurin tënde. Vetëm me shku me thonë, Allah është shpërbleft, Allah e trujt, Allah e dëdhasht. Ty të ka dhënë Allah pasuri. Ti për me hek obligimin, kanë thonë ulemat, ndaj atij fukaras, ti duhesh me shku, me ia bleni sok, me ia bleni çokoladë, me ia shtin një 10 euro, 50 euro, po 100 euro, me i kallëzu se une jam me ty në çdo rast. Nona, baba ka nevojë për vizitën tonë, për buzëqeshën tonë. Farafisi doja ka nevojë për vizitën tonë, ama fukaraja ka nevojë për pasurin tonë. E xhahili ka nevojë për këshillat e tuaja. Andaj, shko dhe shfrytëzoje. Edhe e fundit, kanë thonë ulemat, edhe pse ka shumë dobi, edhe e fundit, ti sunullasht, njeriu kur shkon e viziton nash nonën, nash babën, nash farafisin, në fund duhet me bë dua. Me bë dua për nonë dhe babë që Allah t'i ruan, t'u jep jetë të gjatë, për smundin ti të bën dua që Allahu t'i largon smundin, për fukaran të bëjnë dua që Allahu t'i jep pasuri, t'i largoj atë musibet, për ata që të cilët kanë shërby ty, ta kanë dhënë një kafe, një çaj, pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë kur shkosh, bën dua që Allah t'ju jep bereqet. Kjo janë ato disa pika që ka mendoj që duhet t'i kemi ne si musliman parasysh kur shkojmë edhe t'i vizitojmë farafiset e tonë. Hoxhë nderuar, ishte kënaqësi që të patëm sot, ku diskutuam një temë shumë të rëndësishme. Allah të shpërblet për pjesëmarrjen. Amin. Faleminderit edhe ju, Allah e shpërblet edhe ju për kontributin e juaj, në të cilët e jepni këtë gjatë muajit të Ramazanit. Amin. Edhe një herë, Allah e shpërblet. Amin, faleminderit. Shikues të nderuar, ky pra ishte emisioni i radhës me hoxhën e nderuar Rafet Zaimi, e shifemi nesër prapë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi kopret. Zgjohu, 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 a do mbereqet. Falu, 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 namazi është drit. Falu, 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 me zemër e shpirt. Falu, 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 namazi është drit.